Përshëndetje e nderuar televizionistë. Në aktualitet sot unë do ndalem tek tema që na ka ngacmuar më shumë. Po vini një sasi e madhe dokumentash turke në Shqipëri, të cilat e trazojnë pak historinë. Jo vetëm kaq, të cilat zyrtarisht kanë gjetur kanalin e tyre, siç e gjet diplomacia e Davutoglu's, për të ardhur në arkiv. Veç kësaj kemi dhe një diskutim shumë të gjerë për filmat shqiptare, të jepen atë mos jepen. Unë kam ftuar në studio dy njerëz që kanë bërë histori në arkivat shqiptare, pavarësisht se politika nuk i ka dashur. Kam ftuar në studio Gjeto Ndojin, kryetari i partisë për Aleanca Arbënore Kombëtare. Arbënore Kombëtare quhet, se ju me këto partit mirë është të printojmë në një fletë të kemi këtu para, apo është vështirë. Njëkohësisht ish drejtori i Arkivit të Shtetit, duke të ndërprerë mandatin në Mesër Dirama. Ti përsëri do Dirama, se ke firmosur dhe në Aleancë. Unë nuk kam idhull asnjë politikan, ka vite që kur unë që në moshën, kur kam qenë në gjimnazu, s'kam idhull. Kur në moshën, kur kam qenë në gjimnaz, ka qenë Enver Hoxha, pa vdekur akoma. Këta tjetë nuk i kam idhull, nuk kam asnjë. Tjetër gjë që ne jemi për të qenë diku apo diku tjetër. Edhe përdesa jetojmë në Shqipëri, do të jemi pjesë e gjithë problemative që ka vetë Shqipëria. Formulave politike. Unë kam ftuar në studio Flori Balliu, nëse merret në studio, ishte drejtori i Arkivit të Filmit, por njëkohësisht edhe një nga analizat e gazetarëve që ka bërë faqen e kulturës në Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë, nëse merret në studio. Unë do ta konsumoj atë pjesën politike pak me zotin Gjeto, do kandidoj në Tiranë. Do kandidoj në Tiranë. Partia ime është një parti relativisht e re. Ka marrë pjesë në 2 palë zgjedhje, në zgjedhjen e fundit 2015 ne jemi partia 9 nga 38 parti që kishin në krahun e mazhorancës. Kemi 18 këshilltar, jemi një parti në rritje, një parti e re me profil nacionalist, një parti që frymëzohet më shumë tek vlerat e vendit, vlerat autentike të kombit shqiptar, vlerat cilat janë njëherësh vlera europianiste. Unë do kandidoj në Tiranë, kam besimin e plot për shkak të mbështetjes që kanë njerëzit, jo vetëm për partinë, po për hir të vetes edhe për mua personalisht, për shkak të punës që kam bërë, për shkak të asaj kohë që kam qenë drejtori i përgjithshëm i arkivit. Gjithë ata njerëz që kanë marrë shërbim atje, njohin praktikisht shërbimin që kanë marrë prej stafit cilin unë e kam drejtuar për 3 vite atje. Përveç kësaj, unë them që kam kushte vërtet për të besuar se nga 34 deputet që ka qarku Tiranë, unë do ta kem shansin, fal asaj mbështetje që kam paraprakisht nga njerëzit, do ta kem shansin për të qenë përfaqësues i tyre dhe për të tyre përfaqësues. E keni filluar fushat? Më shumë se i atyre, po kemi filluar komunikimin, jam në fazën e komunikimit individual, kam një staf shumë të madh, mbi 300 veta, cilët vërtet kanë dëshirën e plot që të punojnë për të arritur qëllimin, i cili nuk është përmbushje e një qëllimi personal timi, një objektiv personal, po është një objektiv i cili përmbush dhe nevojën e tyre për të përfaqësuar. Kështu që duke filluar nga Rrogozhina, në Kavaj, në Vorë, në Kamz, në Paskuqan, në Tiranë, këtu pafund kam mbështetje dhe kam besimin e plot që ne do t'ja mbërrim dhe ata njerëz natyrisht nuk do zhgënjejnë nga patjetër që nuk do të zhgënjejnë. Unë jam i vendosur për të mbrojtur të vërtetën dhe duhet të them që nga komunikimi që kam jam shumë i inkurajuar dhe besim plot që Shqipëria ka njerëz të ndershëm, vazhdon të ketë njerëz të ndershëm dhe unë po mbështetem tek ata. Marrëdhënia ime me këta njerëz, prandaj them janë të ndershëm, është marrëdhënie që nuk konsiston në blerjen dhe në shitje, në blerjen e votave dhe në shitjen e funksioneve apo të interesave nesër,
po është një marrëdhënie që është një marrëdhënie vërtet e moralshme, politike, një marrëdhënie besimi reciprok. Kështu që është një sfidë shumë e rëndësishme edhe për të thënë nesër që ky vend ka shpresë, ky vend ka shpresë nëse ne mbështetemi pikërisht tek njerëzit e ndershëm. Njerëzit e ndershëm që ta shtillojnë. Politika nuk është fatkeqësi. Në Shqipëri është kthyer në një farë mënyre për 25 vitesh. Është kthyer një instrument ku disa njerëz Zoti Bejdo. Neve ju akuzojnë, juve ju na akuzoni ne. Ka Jemi viktima. Ka 25 vite ku një kast tek e cila unë nuk bëj pjesë. Një kast politikan. Një kast politikan. Bëra dhe jam shumë krenar për kohën që drejtori i përgjithshëm i arkivave. Dhe njerëzit sot, unë pikërisht se kam qenë drejtori i përgjithshëm i arkivave, kam një besim shumë të madh sepse njerëzit kanë njohur nëpërmjet punës atje. Dhe ajo është një shans shumë i madh. Dhe për të së vërtetës se bëra një revolucion. E prunat e njerëzit të arkivin e shtetit, i hape dyert e tia. E prunat e njerëzit kam qenë i betuar me veten time dhe para kujt njeriu, po kam qenë i betuar me veten time që t'ju shërbej njerëzve pa paguar. Mos ju futem në pjesë njerëzve për shkak të drejtës që kisha unë për t'ju shërbyer atyre dhe e kam realizuar me nder atë detyrë. Dhe njerëzit sot kanë përfituar nga shërbimi atje. Kanë përfituar nga shërbimi, nuk e kam lënë njerëzit të rrinë në derën e arkivave. Janë filmat shqiptar në arkivin e shtetit? Ka shumë filma, por filmat shqiptar janë kryesisht në një prej arkivave sistemit që quhet Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, që është në kinostudio dhe është në varësi të Ministrisë së Kulturës. Flori, ç'është arkivi i filmit, sepse njerëzit ende nuk e dinë, ne shikojmë atë AQKF në televizion. Po, arkivi, si tha zotë Gjedhë, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit është një nga institucionet më të rëndësishme, mendoj unë, si çdo arkiv i një shteti, i krijuar nga viti 1947, fillimisht me ato filme që mbetën si pronë e luftës, ose ato pak blerje që pati asaj kohe, dhe disa xherime të vogla që u bën me ndihmën e nuk thonjë za miqve tanë Jugoslava. Nëse i bëjmë një inventar, sa filma ka? Po, nëse flasim për titujt, ka mbi të paktën mbi 6.000 tituj. 6.000 tituj. Që do thotë, e ndarë kjo në zëra të ndryshëm, janë mbi 1.400 janë dokumentar të ndryshëm të krijuar nga viti 1945 që është filmi parë Shqipëria që flasim me prodhime shqiptare, deri në dokumentarët e fundit që janë përgatitur në formatin 35 mm në film. Po ashtu ka mbi 300, afërsisht 300 filma që janë artistik, edhe një pjesë e madhe janë shumë kronika edhe filmat huaj, të cilat kanë qarkulluar në kinema gjatë viteve të komunizmit. Të cilat janë të blera, janë me të gjitha të drejtën. Pjesa e madhe nuk ka asnjë prodhim, gjithçka, përderisa bëhet fjalë për një arkiv shteti, është gjithë i prodhimuar. Është i ruajtur i kujdesshëm. Është bërë një arkivi në kinostudio, ka vite që është ndërtuar, ndërtesa e re që u inauguruar në vitin 1993. Ishin aty ngjitur, por ndërtesa e re që u bën atë kohë, për fat keq, u filluan 89 me ndryshimet e mëdha që ndodhen. Nuk arriti të përfundoi dhe nuk shkoi tamam në ato parametra që ishte menduar që të ruajë dhe të sistemoj. Megjithatë, ai u mendoi se me investimet që janë bërë her pas here që nga viti 93 deri në sot, mendoj se është shumë mirë, të paktën për sa i përket ruajtjes dhe menaxhimit përse. Cilat gjendje arkivave shqiptare sipas teje zoti? Ne në përmbushjet të ligjit për arkivat i vitit 2003 ne dolëm për herë të parë nga ajo suaza e drejtorisë përgjithshme të arkivave, dolëm edhe në arkivat e sistemit cilët funksionalisht dhe administrativisht nuk kanë varësi nga drejtoria e përgjithshme e arkivave, po kanë përgjegjësi për metodologjinë dhe standardet. Për shkak të kësaj, ligji në fakt e ngarkonte, po nuk kishte ndodhur ndonjëherë më parë dhe deshi fati apo deshi përpjekja ime e cila solli për herë të parë një kontroll dhe një inspektim përgjithshëm. Konstatohet
se në përgjithësi, gjendja në arkivat shqiptare, pra dhe në arkivat e sistemit, gjendja është e mirë, por ka në kuptimin profesional, nuk flas për arkivat e filmit, se arkivi qendror i filmit përgjithsisht është në gjendje të mirë dhe i përpunuar mirë, pra është bërë një punë mirë profesionale dhe prej tyre, po kështu arkivat në gjendje shumë të mirë janë arkivat e Ministrisë së Mbrojtjes, janë arkivat e Ministrisë së Brendshme, cilët ne i kemi inspektuar dhe ata, arkivat e Shërbimit Informativ të Shtetit, janë në gjendje shumë të mirë, sidomos në kuptimin e vendruajtjes, por administrimit e thruajtjes në ato vendruajtje. Por ka dhe vende të cilat nuk në vendruajtjet e tyre nuk ka kushte optimale të ajrit, të atmosferës, të lagështirës së tjera. Dhe kjo vjen për arsye se qeveritë e Shqipërisë njëra mbas tjetrës nuk e kanë patur në evidencë dhe në objektivin e tyre mirëmbajtjen e arkivave. Pasi, ndoshta në kuadrin ose në kontekstin e anormalitetit në përgjithësi që kemi ne si shoqëri, është diçka normale për qeveritë, sepse qeveritë merren më shumë me pritshmëritë e njerëzve, me pritshmëritë dhe që kanë bënë me përditshmërinë e halleve të njerëzve. Nuk kanë bënë me atë që në fakt ajo është afatgjatë, është më shumë se një qeveri, është memoria e kombit, dhe ne fatkeqësisht nuk kemi një vëmendje të duhur për t'ju kushtuar edhe kësaj që është memoria e kombit, që kushton shumë pak në krahasim me vlerat e jashtëzakonshme që kanë arkivat, dhe as i qeveri për hir të vërtetës. Nga fillimi deri në fund nuk kanë pas vëmendje për të marrë me arkivat. Zoti Flori, si shpjegohet që të gjithë filmat shqiptar, gjithë televizionet i përdorin si të dua? Këtu ka një problem. Akoma nuk është rregulluar të paktën me ligj ky menaxhim i keq, apo si të themon, si tha zoti Gjet pak më përpara, kjo ana politike ka influencuar shumë në këtë shpërndarje. Një administratë me drejtor me të gjitha ashtu, kur neve a një raporti Carlo Bulinos, raport të vërtetë që ka ai, kur a një si Kotorulli, s'është vetëm janë me shumë, po të gjitha, kur ai stacioni i tij, kur të gjitha japin fund e krye të 300 filmat që ti thua, të 1400 dokumentar, kur ABC-ja luan, kur edhe Portokallia është bërë film shqiptar. Ka një problem pasistash, sepse këtu të drejtën e menaxhimit të këtyre filmave e kanë disa institucione bashkë. Që do të thotë, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit ka pasur vetëm të drejtën për t'i ruajtur, mirëmbajtur dhe menaxhuar, kurse këtë drejtën për të përdorim e ka Qendra Kombëtare e Kinematografisë, e cila u jep të drejtën televizioneve, kundrejt ka hartuar një paketë, si thuash, me 40 filmash apo minimumi, u jep këto televizione me një çmim, ku diun për një transmetim rreth 50-60 mijë lekë të vjetra, dhe një rishfaqje tjetër. Por kjo pastaj duke munguar strukturat të cilat do ta menaxhojnë ose do ta kontrollonin këtë lloj shfaqje, do të bëhe mundur që ta ndalonte, por ata mjafton që ta blejnë një herë dhe pastaj e keq përdorin. Nuk është vetëm ky. Po shikosh të gjitha dokumentat e Arkivit të Shtetit. I shet si personali Shabasinani, ajo Shoshori, Betignuma, Drejt, çfarë ndodh me Arkivin e Shtetit, me këto dokumenta? Unë nuk e di që i shesin. Jo i shesin, kur themi shesin, ata kanë bërë libra pafund me këto dokumenta. Libra pafund i lumt atyre që bëjnë libra bazuar në dokumenta arkivore, sepse arkivat janë në dispozicion të studiosëve. Në qoftë se është abuzuar, janë marrë dokumenta, dëmtimi në arkiva ka të bëje esencialisht, ky dëmtim është i tillë në qoftë se merren dokumenta dhe nuk kthehen. Ose shpërdorohet e drejta dhe ligji. Në qoftë se shkelet privatësia, dhe shkelet edhe drejta për shfrytëzimin e dokumentave, shkelet ajo e drejtë ligjore ku, detyrim ligjor ku dokumentat të klasifikuar
që kanë informacion klasifikuar sekret shtetëror nuk duhet shërbehen, atëherë kemi të bëjmë me shkelje të rënd të atyre që drejtojnë administrimi dokumentave. Pra, administrimi dokumentave. Dokumentat që përbëjnë, që kanë informacion klasifikuar sekret shtetëror, dokumentat që shkelin privatësi nuk preken. Dhe aq më tepër, ekstremisht kemi të bëjmë me shkelje të rënd kur dokumenti për një arsye tjetër, për arsye pronësie që lidh me individit, apo për arsye historike, ku dokumentat veçantë mund të krijojnë boshtrik duke i marrë ato dhe duke mos i kthyer më, atëherë këto janë alarme të mëdha, këto janë probleme të mëdha. Në Shqipëri ka shkelje. Nuk është e vështirë të shikosh media dhe të shikosh persona cilët dalin, guxojnë dhe publikisht japin informacione klasifikuara sekret shtetëror, i japin, i publikojnë. Dhe këtu keni shumë të drejtë, zoti Belo. Ky është një shqetësim publik. Dhe kjo ka ardhur për shkak të abuzimit që kanë patur drejtues të këtyre institucioneve të memorjes. Pra, edhe drejtori i përgjithshëm i arkivave apo drejtorë të tjerë të arkivave të sistemit ku kanë pasuri dokumentare të tilla që përbën informacion klasifikuar shtetëror. Nga zoti Luan Maltezi, tek Shabasinani, tek ashtu mua më duket sigurisht e politike dhe drejtori i arkivit. Edhe Edi Rama abuzoi. Unë i nderuar Beto, kam patur trysni të jashtëzakonshme në kohën që kam qenë atje, po i kam kthyer mbrapsht. Kanë ardhur gazetarë të cilët kanë abuzuar dhe më përpara kanë pas derën të hapur. Dhe për shkak të marrëdhënieve që ka patur me drejtuesin e institucionit, kanë abuzuar pafund, duke abuzuar me dokumentet, duke abuzuar dhe me drejtën që ligji t'i jep. Pra, se marrim një dy shembuj të thjeshtë. Ka bërë libra Blerziu, një për Almeroxhën, dhe më kanë ardhur gazetarë atje. Një për Almeroxhën dhe mua më kanë thënë që ishin një 6-7 gazetari që i merrte gjetondoj, i fuste atje në sallë, kur them gjetondoj, nuk po them për ju personalisht. Nëse s'është për mua mos ma thuaj. Fotokopioni thuaj emrin atij që ka bërë. Unë s'e kam bërë. Dokumenta dhe ai bënte libër dhe vinte emrin Blendi Blerziu. Unë s'e kam bërë. Dhe Del Mustafa Muçi i bën një rezume sikur e dashuron, sikur i thonë. Unë s'e kam bërë atë punë. Tani, mu më kanë ardhur ngjashëm siç mund. Sepse ai nuk e shkruan poshtë dokumenti marrë në arkivin e Shtetit Shqiptar. Po ta shkruaj shumë korrekt. Jo, po nuk është. Jo, nuk është edhe kur e shkruan dokumenti e arkivit, nëse ka informacion klasifikuar sekret shtetëror ose shkel privatësinë e individit apo të familjes, normalisht ti ke shkelur ligjin dhe duhet përgjigjesh para ligjit. Të shëndetshëm neve për ligji është i plot, është nga ligjet më të mira. Është nga ligji vitit 2003 për arkivat, është nga ligjet vërtet moderne, një nga ligjet edhe i detajuar, shumë më tepër se sa një ligj i zakonshëm, i detajuar ku ta jep shumë mirë, pasion shumë mirë e drejta dhe detyrimi për përdorimin e dokumentave. Mirë, po ai është shkelur për shkak, është shkelur për arsye subjektive. Nuk është shkelur se ligji ta lejonte. Dhe çfarë? Ai ka përfituar, është futur kryqe tërthore në arkiv. E diu. Janë futur të tjerë. Nuk do të zemër. Po i keni publikisht. Po, e keni sa të duat. Vazhdojnë japin dhe kjo ka ardhur për shkak të abuzimit. Janë futur në arkiv si në pronën e tyre. Dhe sot 30 vjet ato kanë dokumenta të tilla që i japin kur t'ju teket, kur t'ju. Jo, i nxjerrin mbas 30 vjet. Është një strategji. Ndërsa çështja që lidhet me atë që ke qenë drejtues dhe nuk aty, pastaj zoti Bedo do të bëjë, se do bëj dhe unë libra, me lumt dhe kujdo që bën libra dhe i bazon në dokumentet arkivore. Dokumentet arkivore nuk shfrytëzohen në mënyrë të paligjshme, por shfrytëzohen ashtu siç duhet, se arkivi për të shfrytëzuar është. Sidomos nga studiuesit nga ana tjetër janë misionar për të shërbyer opinionit publik dhe për të bërë gjëra të cilat mbështeten pikërisht ajo pasuri që është pasuri kombëtare dhe publike. Do ta ngacmoj Flor. Po them vetëm gjë. Ky është koncepti. Kur vjen puna ti për të vajtur në arkivin e Napolit, në mënyrë shtetërore, do paguash lek për të marrë dokument. Patjetër. Kur vjen puna për ta nxjerrë Shaban Sinani apo Shaban Hyseni, një dokument që ka qenë drejtor, e nxjerr këtu sikur e kishte në raftin e tij sipër atje, sikur e kishte ashtu buk fiqe dhe e nxjerr dokument. Pra si mund të jenë dy qendrime, gjithsesi nuk e kam atje. Si shpjegohet që një njeri paguar me rrogë shteti
ka bërë rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës, është dokumentar, është në inventarin tuaj, ai hedh në gjyq gjithë televizionet e gjithë gazetat sepse është pronë e tij. Kjo gjithsesi ligji ja ka njohur të drejtën e autorit këtyre personave. Po si ja ka njohur, ai është paguar nga shteti. Si mund të jetë autor i varjes Mussolini, ai që ka qenë nga Luçe. Po se lejtë të të luqe që ti të vesh, të jesh autor në të në gjyqja. Në ratë parë do të ishte institucioni ku ai ka punuar. Në rastin konkret, ose Kinostudja Shqipëria, ose ishte televizioni shqiptar. Po si ta ndajmë midis të vështërës dhe asaj, se kemi një anomali, kemi një dramë, Flori, se ti dëgjoj, këtë ligjin, kjo është problem për të drejtat autorit, është shumë problem sepse deri në prodhimi kinematografik, deri në vitin 1991, atë ja ka njohur Kinostudjas. Megjithatë pa hequr të drejtën e autorëve. Pa hequr të drejtën e autorëve që janë të tre. Autori nuk ka hequr të drejtë, po jo të hedhë në gjyq të fitojë ai para. Sepse e drejta autorit në këtë rast ka një kufi. Ai nuk e ka bërë se ai ka një, për shembull, po ta marrim kjo Paramount, është studio në Hollywood Paramount, ajo ka drejtë të kërkojë, të ndalojë ashtu, po jo ajo Kinostudja Shqipërisë sot. Ajo është me taksa paguesit gjithë shqiptarë, se është terrori. Si e zgjidhim këtë? Këtë është shumë problem. Problematikat që ngren zoti Bejdo janë problematika të qëndësishme. Edhe mund vjen mirë sepse ky është duket që është një njohës shumë i mirë i arkivit. Tash problematika që ne kemi patur atje kanë nxitur idenë tek unë që si mund të përvenohet kjo situatë ose si mund që të kemi një administrim shumë të mirë të pasurisë arkivore kombëtare. Dhe unë kam patur një ide dhe gjithmonë po forcoj ideja bashkë me stafin tim atje duke u konsultuar me ta që duhet të centralizohet, të ketë i farë centralizimi dhe drejtoria e përgjithshme e arkivave duhet përthithet disa atribute të shumë prej arkivave të sistemit të cilat nuk kanë kaq lidhje me institucionin ministrin përkatëse, sa kanë për tipologjinë dhe arkivat e filmit, ka pse duhet të jetë arkivi i filmit në varësi të Ministrisë së Kulturës, ku mund të jetë varësi të drejtorisë përgjithshme të arkivave. Për ta administruar më mirë, për të mos abuzuar të tjerët me to. Të gjitha shtetet që janë 2 milion, 3 milion, 4 milion banorë jetojnë në një qytet. Merri ku duash. Neve jemi një shtet që jetojmë në 6.000 në 80.000 fshatra, në gati 6.000 qytete, se kemi futur qytete edhe Vorë. Vora shumë e madhe, përke qytete tjera, me Mali. Kemi Belshin. Po marrë ata. Dhe neve kemi 25 arkiva. Shiko tani, inventarin e mbante Flori, tek arkivi i filmit. Qendra kombëtare administronte e filmin. Atëherë ti çesat e kasës këtu. Kjo ishte pikërisht. Ky ishte problemi i madh për neve, atë kemi pasur. Problemi nuk është për t'i dhënë autoritet. Domethënë drejt ose përgjegjësia shpërndaj, ne thoshë se kemi dhënë, tjetër se ka dhënë, ka dhënë tjetër, kjo ka tjetër, e gjithmonë kishte një problem të kësaj natyre me televizionin, me të drejtën e autorit. Për çfarë mos jetë një drejtoria e unifikuar? Është problem që të jetë një drejtori që se çfarë arkivash kemi neve, ato administrojnë me njëherë me 100.000 euro mund të hedhësh në sisteme. Do të ishte në një po tash kështu është nda secila është bërë institucion më vetë edhe kjo ka. Po parë më se do të pyes. Ka një diskutim që jo duhet të jepin, do të jepen filmat e periudhës komunizmit, dokumentar të këto. Mendimi jot duke qenë drejtori. Unë them me bindjen tënde të brendshme. Unë them me bindjen time të brendshme. Gjurma historike nuk duhet të shuhet. Nuk duhet të shuhet kujtesa për një kohë ku ka vepruar një sistem qoftë edhe si sistemi i kaluar antihuman. Por që ajo kohë gjithsesi ka prodhuar diçka. Ne kemi jetuar një kohë caktuar dhe është patjetër që duhet të jepet. Jepet filmi i Hitlerit apo i Duçes pa introdukt, pa një seruse? Ose jepet i mirëfillt kur nuk mendohet. Le të jetë si Rus duhet të ketë, por jo të hiqet filmi, sepse
ti shkëput njerëzit nga informacioni për kohën që ishte. Zoti Flori se je njeriu më adap i kësaj pune. Ke bërë 27 vjet faqen e kulturës. Qoftë me filma, qoftë me romane, qoftë me libra, qoftë me kështu. Je një njeri i fushës. Duhet t'jep me filmat apo jo? Dhe unë jam pak a shumë për mendimin që përsa përket filmave që kanë karakter dokumentar, filmat kronikal, historik, e të tjerë duhet të bëhen me ndonjë lloj patjetër me një sqarim. Me një introduktë. Edhe filmi artistik. Te filmi artistik, pjesa më e madhe e tyre duhet të disiplinohet dhënia atyre jo vend pa vend, jo kohë pa kohë. Por jo të ndalohen. Ka shumë kontekste një film qoftë edhe artistik. Që ta bjen kohën, bjen frymën, shumë artistë nga këta duhet të respektuar edhe punën e tyre dhe ata kanë punuar, duhet të realizohet edhe pra tjetër. Dokumenteve që thatë nga Turqia. Do ta hap dhe këtë muhabet. Ka një në gazeta kam lexuar kështu, drejtori i ri i arkivit po të kërkoj gjithë arkivin, tu japësh një ca lek, të falin dhe gjysmë falas gjithë turkit. Turqit s'ka lidhje me atë idetë mëdha të Turqisë së madhe. Duhet pranuar kjo zoti? Unë kam patur zoti Malo, kam patur kur kam shku 2 herë në Turqi. Kam shkuar 2 herë në Turqi për të marrë dokumentat cilat i mungojnë ose cilat plotësojnë më mirë historinë e kombit shqiptar. Kam marrë ka ashtu quajtur fondin e tahrireve që ka të bëjë me dhëna administrative, dhëna prodhuesi e tjerë. Dhe ato i kam marrë komplet. Kam patur gjatë veprimtarisë time në komunikim me ta, me drejtorin e përgjithshëm të Turqisë, arkiveve të Turqisë, zotin Ogur Unal, kam patur një bashkëpunim të shkëlqyer. Por gjatë këtij bashkëpunimi kam patur lobingje shqiptarësh, të cilët kanë dashur të sjellin në mënyrë selektive dokumenta që promovojnë dashurinë, thojza, të perandorisë për shqiptarët dhe një vetëm një anë të medaljes. Kjo do ishte një fatkeqësi e madhe nëse do ekzistojnë. Nuk kam informacion të plotë që të flas me kompetencë. Është bërë marrja dokumente. Marrëveshja me drejtorinë e përgjithshme të arkiveve të Turqisë që ka të bëjë me sjelljen e dokumentave për cilat ka nevojë arkivi, jo për cilat lobojnë grupet ndryshme osmanofile, turkofile, për sjelljen në Shqipëri, kjo do ishte e papranueshme dhe kjo do përmbyste dhe do falsifikonte historinë. Turqit këtu nuk kanë qenë një shtet, një perandori që ka ardhur me buçeta me lule dhe ka ardhur për të na nxjerrë nga prapamete. Por ka patur një periudhë nga viti 1479 deri në vitin 1550, 70 vjet ka qenë periudha e okupimit rrept, ku ka pas çfarosi masive deri në genocid. Janë vrarë deri në 4000 veta, po themi në portin e Shëngjinit. Ekspedita ishin ata. Ekspedita të shkuese. Ekspedita më të tmerrshme. Ekspedita thotë të djegësh fshatin, të djegësh prodhimin, të vrasësh dhe të zhdukësh masivisht popullatën dhe të sjellësh kolon prej Anadolli, të zhdukësh etni. Dhe ka qenë kjo tendencë në 70 vjeçin e parë. Pastaj ka qenë faza e reformave të timarit, reformat të karakterit feudal ushtarak, që prap i detyronte nëpërmjet pronës, nëpërmjet ekonomisë, nëpërmjet detyrimit ushtarak, për kundrejt detyrimit për të ndruar fe, për të ndruar zakon, për t'u përshtatur perandorisë. Prap edhe kjo kishte karakter asimilues. Dhe këto pastaj ka patur se këto nisen nga osmanofilët shqiptar. Sot nisen nga një fakt që shumë shqiptarë na pas kanë qenë vezirë të mëdhenj të Stambollit. Po le të kenë qenë, ata i kanë shërby perandorisë, jo Shqipërisë. Le të kenë qenë. Po dhe kjo është miopi dashur. Le të kenë qenë. Ajo nuk është e drejtë. Neve kemi pasur 28 vezirë. Greqia ka pasur 168, Rumania 228. Po, sepse perandori ishte ajo dhe kishte nga gjithë kombësitë. Po kishte. Por ama të përmbysë historinë dhe thush që Shqipëria... Nëse ne kemi pas 28, ata kanë pas 238, Bullgaria ka pas 180, Greqia 160. Gjithsesi, unë nuk i kam lejuar lobingje të tilla të deportojnë në arkiv. Bile njëri më tha, nuk duhet merrem me thashë theme, por më thot, duke ditur pak a shumë këto qëndrimet e mia, thot të kanë hequr ata. Thash, nuk është e vërtetë, nuk duhet ta besoj. Jo, kanë fuqi. Nuk duhet ta besoj. Por unë kam patur këtë e di,
që kanë patur ndërhyrje nga lobingjet fuqishme, osmanofilësh shqiptar, Unë që më kanë thënë dhe më janë servilosur deri kanë dalë deri hapur aty, që ne do marrim dokumenta që interesojnë Turqisë dhe jo dokumenta nga që arkivi flasin para vërtet. 1944-s, çfarë filmash kemi, çfarë dokumentarë? Ka dokumentar, domethënë nga më hershme është ato të ardhes së Princvitit në Shqipëri, të 1914-s, dhe deri në të fundit kryesisht këto të pushtimit. Që janë edhe disa filma të fundit që kemi marrë domethënë nga gjerman, prodhime të Gjermanisë nga viti 43-44. Nga pushtimit janë marrë? Pak janë kryesisht. Kanë vlera historike. Ka vlera historike, sigurisht. Kemi marrë nga arkivi i Londrës në formë dhurate disa imazhe të çlirimit të Tiranës, paradës. Domethënë këto janë kryesisht materiale me koment anglez, me atë sigurisht pa introdukt. Të gjitha po ashtu edhe me titrat, e njëjta gjë vlen edhe për filmat e Luçës, e njëjta gjë vlen edhe për gjitha filmat e tjera të arkivit. Atëherë ne pse bëjmë në Shqipëri? Ndoshta do të saksonuar një herë mirë me ligj, me gjithçka, që për të bëhet një. Po kemi bërë 13700 ligje. Po ligje kemi bërë, le të bëjmë një të mirë të rregullojmë. Se ne harxojmë kohën më të artë, kinema sot është në shtëpi, nuk është më në kinema Unë kam mendimin që korpusi i akteve ligjore normative është më shumë tek pjesa normative, sepse ligji para arkivat është i shkëlqyer. Mund të ketë vend për korrigjime të vogla, por është shumë bashkëkohor. Ndërsa korpusi mund të plotësohet me akte normative, me vendimet të qeverisë, që mund të plotësohet më mirë dhe mund të përsos administrimin e pasurisë arkivore, qoftë edhe filmike, por unë do isha për të ndërhyrë dhe në strukturë, në strukturën kuptimin. Po themi, me qenë se kemi filmin, arkivin e filmit, do rrinte shumë më mirë pranë drejtorisë përgjithshme të arkiva një drejtori siç është, me të njëjtin status, por varësinë funksionale dhe administrative ta ketë nga drejtori i përgjithshëm, jo nga Ministri i Kulturës, që Ministri i Kulturës nuk e di, a e din që kanë varësi apo se ka. Ndoshta e din vetëm kur i bën Terezia që mund të kërkojnë ndaj film. Edhe ndërhyn ministri atje, nuk ka lidhje fare, organikisht nuk është e lidhur me këtë fushë. Do të thënë tipologjia e asaj çfarë ruhet atje është dokumentare, pavarësisht se film dhe e prodhuar nga entitetet kulturore ku diun, por gjithsesi duhet të jetë në varësi të atij institucioni që e ka për mision ruajtjen, administrimin, përpunimin e dokumentit arkivor. Në rastin tonë edhe film. Kemi si ruhen në arkivin e filmit, filmat, janë rihedhur në sistemin e ri? Do thënë nga formati i parshëm që janë në formatin 35 mm, kryesisht gjithë prodhimi është të kësaj natyre dhe vetëm pak në 16 mm, këtë e ka pas televizioni. Të gjitha këto janë ruajtur në magazina me temperatura konstante, të paktën deri në -5 gradë, që është rregullisht janë hedhur, është bërë digitalizimi, por për fat të keq dhe sipas ekspertëve të huaj që kanë ardhur këto vitet e fundit gjatë kohës që shon, i gjithë ky digitalizim që është bërë është vetëm për nevoja për të plotësuar nevojat e ditës, por nuk është afatgjatë. Me këto parametra që kemi bërë, duhen mjetet, duhet edhe një herë i gjithë duhet të rishikohet, duhet të punohet. Domethënë ka nevoja shumë të mëdha, mirë po duke qenë shqiptarët në atë që thon apo ka drejt zoti Tufa. Sepse është ngritur në temperaturë dhe 20 dhe çfarë? Shikoj, puna është që të mos e hedhësh plotësisht. Të mos e hedhësh. Zoti Tufa ashtu siç thonë shumë ato, dhe disa të tjerë ka pasur shumë abuzime, siç ka pasur gjithë artet e tjera. Po pra, ka pasur shumë abuzime. Atëherë do të ishte mirë, do të ishte me një akt ligjor ose me diçka tjetër, do të thoshte që ose të ti paraprije. Si specialist arkiva jeni për rregullim ligjor. Rregullim ligjor. Jo të ndalosh rregullim ligjor dhe një kujdes të madh të institucioneve që e mbrojnë personelin drejtues të kryesor. Drejtues kryesor që nuk duan këtë vend do të jetë kujdesi më i madh i emërimit të drejtuesve kryesor të këtyre aseteve kulturore dhe jo njerëz që bëjnë pazare dhe vinë mezi presin për shkuar atje. Ata dhe lobingjet që i mbështesin për shkuar, për të lobuar, për të shkuar atje. Se jemi deri fundit. Flori sipas përvojës tonë, sipas asaj që do përse nuk bëjnë filma do mbas 90-s. Kjo është problem. Kjo është shumë është abuzuar shumë. Është abuzuar shumë këtë, për shembull, në 27 vjet që kemi ne, vetëm 2-3 filma janë bërë për diktaturën, për burgjet, për të prindërit. Është shumë fatkeqësi, domethënë janë bërë me 10 filma për
me temën e ditës tash si quhet, me vrasje, me ku diun me. Po ata se bini, sepse punë e parë përveç anës artistike u mungon shumë emocion, janë thjesht shumë false, janë shumë probleme. Dhe harxhohen shumë para. Mua vjen shumë keq për shembull. Televizioni shqiptar harxhon, po diun, jep legabum drejtori për shkak të muzikës, jep 160 milion lekë për të bërë një 3 seri për një film të 97-s ku i mbetet faji qeverisë të asaj kohe. Është e patolerueshme, domethënë që t'japësh aqe dhe të mos arrish të mos bësh një film ku diun për një ka shumë të mbështetur në vepra të asaj kohe, vepra dokumentare historike të Adze Flumit apo të tjerë dëshmi të cilët nuk po them që ta kthesh tash të kundërtën. Nuk po them që ta kthesh të kundërtën, por gjithsesi duhet bërë një film, një autopsi për një. Ka dokumenta për martirët, sidomos për martirët 40 martirët e katolicizmit, cilët që u bën 40 shenjtor. Nëse lexon dosjet e tyre, ti ngjethesh. Janë dosjet më të vërteta. Ai se ka fshirë. Janë dosjet dhimbja më e madhe sepse njerëzit e kuptojnë që ata martirët rënqethja nuk vjen për shkak mënyrës si u torturuan ata, po dhe për shkak se kush ishin ata. Ata ishin njerëzit më të vërtetë shqiptar, njerëzit që mbronin dhe ishin buka e vendit, ishin njerëzit që e donin këtë vend, njerëzit që me thënë drejtën më shumë ishin misionar të kombit se sa misionar të fesë. Edhe unë më vjen shumë mirë që megjithatë, për shkak se u bën martir, janë shenjtruar dhe sot janë vërsuar. Sepse nuk mbaron as me 40 minuta, as me 50 minuta këto çështjet e arkivit. Edhe janë shumë interesante dhe janë të veçanta. Flori, ke shpresë se do rregullohet gjithë ky arkiv filmi, gjithë këto do bëhet një ligj apo do të diçka do të bëhet. Përdesa është ngjitur se shqetësim nga zoti Tufa, domethënë diçka do bëhet, do mblidhet, mendoj unë, qoftë parlamenti, qoftë intelektual të ndryshëm. Diçka do të bëhet, diçka do. Do me pjesën me kalimin anën tjetër të llogores duke mohuar gjithçka apo duhet të jetë një ligj që të ekuilibrojë. Duhet të jetë një ligj që të ekuilibrojë. Unë them ligji e përsërisë dhe e potencoj idenë që ligji për arkivat është një ligj i shkëlqyer. Njerëzit shqiptar duhet tani pas një distancë 25 vjet shoqëria do të piqet edhe do të shikoj se ka nevojë dhe për informacionin e atij sistemi cilin ne kemi praktisur dhe nuk mund se është një sistem antihuman. Por atë sistem, informacionin për atë sistem nuk duhet mungoj dhe pavarësisht nga karakteri antihuman i tij, për shembull tek filmat, ka filme me karakter edukativ pafund, cilët kanë dhe vlera për të sistemit dhe janë të jashtëzakonshëm, artistikisht shumë lart. Dhe ne jemi gjithë konsumator dhe e duam dhe ne njerëzit kanë aftësinë ta shohin dhe sistemin nëpërmjet kontekstit filmit apo kontekstit tematik që sjell një film i saktë. Ju falenderoj që kishte ashtu. Ju faleminderit dhe ju. Të nderuar televizionistë, ishim në studio me zotin Gjeton Ndoj, kryetari i partisë ma thuaj Aleanca Arabënore Kombëtare, për cilën unë doja ke respekt nga emri, por kur ta njohësh do të keni respekt edhe për partinë. Kam respekt, vetëm një gjë të vogël kam. Përse me të majtën, sepse të majtën janë internacionalistë. Ti Aleanca Kombëtare. Aleanca Arabënore Kombëtare është nëse doni mund ta sqaroj, po ne nuk mund të jemi në çadër jo se është PD-ja atje. Po mënyrat se si vepron ajo, po fshi dhe çadrën. Ti je me Ediram me Kështalli, si ke punë. Po me Ediram, me Ediram. Mos u marr me shpinë komplet. Dhe me Marzhanës, po pra, sepse kjo është zgjedhja. Unë nëse do kishte një frymë dhe një politikë më racionale, unë nuk më pengon dhe partinë time nuk e pengon njëri tjetër, përkundrazi djathtas do ishin më rahat në kuptimin nëse do kishte drejtues Valderoj që kisha në studio zotin Flori Balliu, me të cilën unë nuk harrita atje ku duhet, sepse Flori ishte një arkiv më vete, ka punuar shumë vite, është gazetari i faqes kulturës, na ka sjellë risi, por gjithsesi atë që e ngacmuam bashkë me zotin Gjet, neve mendojmë se faleminderit që kisha studio. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ju uroj siklet.